Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama në një tërheqje me partitë si Motra Europiane e cilësoi reformën në drejtësi si revolucionare, ndërsa foli edhe për përdorimin e inteligjencës artificiale në progresin që ka bërë në negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë punimeve të komunitetit politikës së jashtme të internacionales socialiste, kryeministri Edi Rama u ndal te reforma në drejtësi duke theksuar rëndësinë e saj për vendin, por edhe kostot njerëzore që ajo sjell. Sigurisht, nuk mund ta fshej që nga pikpamja njerëzore nuk është e lehtë të shohësh njerëz që i njeh prej kohësh duke u përballur me drejtësinë. Megjithatë, ato janë të pafajshëm derisa të provohen fajtor dhe këto janë procese që kërkojnë kohën e tyre. Ajo që është krejt e re dhe revolucionare për Shqipërinë është fakti që kemi pastruar sistemin e drejtësisë përmes një procesi verifikimi dhe kemi kaluar shpatën e ndëshkimit nga pushteti ekzekutiv në pushtetin gjyqësor. Duke folur për procesin e integrimit evropian, Rama theksoi se Shqipëria po shfrytëzon potencialin e inteligjencës artificiale për të përshpejtuar parafrimin e legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Ai veçoi bashkëpunimin me Mira Muratin, shqiptaren që është një nga drejtuesit e OpenAI për të zhvilluar një model inovativ që po ndihmon Shqipërinë në këtë proces. Kemi ndërtuar një ekip dhe kemi krijuar një model të suksesshëm të inteligjencës artificiale për negociatat, duke na ndihmuar jashtëzakonisht për të transferuar korpusin ligjor të Bashkimit Evropian me atë shqiptar në vend që ta angazhonim një ushtri përkthyesish dartuesish paraprak, theksoi Rama. Ai rikujtoi se Mali i Zi nisi negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian në vitin 2012, Serbia në vitin 2014, ndërsa Shqipëria vitin e kaluar. Megjithatë, synimi i qeverisë shqiptare është që brenda vitit 2027 të përmbyllen negociatat duke afruar vendin më pranë antarësimit të Bashkimit Evropian. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama siguron kritikët dhe demokratët se videot me Lulzim Brashën nuk janë për të shmangur vëmendjen nga gjërat serioze. Ai tha se Partia Socialiste ka një program qeverisës që do të prezantoj edhe për demokratët në ditët në vijim. Po ashtu, njoftoi për 2 takime në diaspor me 29 mars me Kretë dhe në 30 mars në Athinë. Në një deklaratë të fundit, kryeministri Edi Rama ka theksuar se Partia Demokratike në drejtimin e Sali Berishës do të ketë një rezultat më të ulët elektoral në zgjedhjet parlamentare të 11 majit krahasuar me vitin 2021, ishte kur Lulzim Basha. Rama i konsideroi kthimin e Berishës në krye të Partisë Demokratike si një hap të gabuar dhe akuzoi opozitën për të mbajtur të njëjtin kurs politik pa pasur një strategji të qartë dhe pa mësuar nga dështimet e mëparshme. Ju me Lurin harxhuat 8 vjet, e mbajtët kryetar, ju e mbajta apo e mbajta unë. Pastaj u kthyet prapë ke bufi, dhe ju sillen pushtet pra. Ju kujtohet si ju tha për 1 muaj ju sillen pushtet se e ka fajin Luli. Po tani, apo prapë Luli ja u ka fajin. Po kur se merrni ju me bufi rezultatin e 2021-shit me Luli. Rish trëmbër, fol drejt. Harroj. Andaj, të paktën qeshni dhe ju pak. Për ato 5 minuta në ditë, se ngjelet duke qarë, nga humbja në humbje. Në përgjigje të kritikave që opozita ka drejtuar ndaj qeverisë për mungesë të një programi elektoral, Rama ka theksuar se Partia Socialiste ka një program të plotë dhe të detajuar për zhvillimin e vendit, duke e fokusuar në fusha dhe kategoritë sociale specifike. Sa tjerë shkrua kanë se s'pas kemi program, prandaj unë po përdor Lulin që të largoj vëmendjen. Ne kemi programi jo elektoral, si atas që s'kan gjë në dorë, po e kemi qeverisës, fush për fush, kategori për kategori sociale. Kur të vi dita e planifikuar, ndajmë edhe me ju demokratët, piketat kryesore, duroni pak ditë. Po mendoni vetëm kaq, kur BE-ja thot, hajde punojmë ditë natë, se do ju marrim në familje, dhe ti mbyllim negociatat deri në fund 2027-s. Si thoni ju, na e thot për sytë e bukur, se program skemi, apo për atletet e mia se ata janë zbathur në Bruksel. Kryeministri ka ironizuar gjithashtu opozitën për pa aftësinë e saj për të formuluar një program të qartë dhe për ta pasur një qëndrim të qëndrueshëm, duke i përmendur si bufa të një politikani që kërkon të nxjerrë përfitime nga çdo mundësi, pa ndihmuar në ndërtimin e një programi të qartë dhe të qëndrueshëm për të ardhmen e vendit.
Presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama dhe liderët e tjerë politik uruan besimtarët Bektashin për ditën e Sultan Novruzit, një festë që simbolizon rinovimin dhe shpresën. Ata theksuan rëndësinë e tolerancës në bashkëjetesën midis feve në Shqipëri. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali e cilësoi këtë ditë si simbol të dritës dhe të mirësisë. Të gjithë uruan për paqe dhe begati në familjet shqiptare gjatë kësaj dite të shenjtë. Në ditën e Novruzit, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka uruar besimtarët Bektashi me një mesazh ngushëllimi dhe urimi. Ai theksoi se kjo ditë e shenjtë sjell rinovimin, shpresën dhe ringjallje për njerëzimin, duke u shprehur gëzuar Sultan Novruzin, të dashur besimtar Bektashi. Kjo ditë e shenjtë që vjen së bashku me pranverën, sjell bekati e mirësi në çdo vepër tuaj dhe të çdo shqiptari. Kryeministri Edi Rama gjithashtu uroi besimtarët duke postuar një foto në Facebook ku shkroi: "Për të gjithë besimtarët Bektashi, gëzuar ditën e Sultan Novruzit." Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj uroi gjithashtu nga Qilia, duke i drejtuar një mesazh besimtarëve: "Gëzuar ditën e Sultan Novruzit të gjithë besimtarëve të komunitetit Bektashi. Sjell kjo ditë e shenjtë më shumë dashuri, mirësi e harmoni në mendjet, zemrat dhe shtëpitë tuaja." Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali nënvizoi kryegjyshatën botërore të Bektashive në Tiranë, ku uroi festën dhe theksoi rëndësinë e kësaj vizite. Ajo tha: "Sultan Novruzi është një festë e rëndësishme për gjithë shqiptarët. Simbolizon ringjalljen e natyrës, sjell të mirat pranesh, më shumë dritë dhe i merr natës për t'i dhënë ditës." Spiropali theksoi gjithashtu rëndësinë e tolerancës mes feve të ndryshme dhe u bëri thirrje shqiptarëve që të shfrytëzojnë këtë ditë për të bërë mirë dhe për të ndihmuar ata që kanë nevojë. Genta Vangjeli, zëdhënëse e antikorrupsionit në Partinë Demokratike, denoncoi një aferë në Bashkinë e Tiranës e lidhur me abuzimin me fondet publike për ndërtimin e godinës së numër 19 në qytetin Studenti. Ajo tha se përkundër pagesave prej 43 milion lekësh, godina nuk është rindërtuar kurrë. Partia Demokratike kërkoi hetime të menjëhershme nga SPAK dhe cilësoi këtë rast si një tjetër abuzim me paratë e taksapaguesve. Aktivistët kanë bërë kallëzim në SPAK dhe kërkojnë zbardhjen e plotë të ngjarjes. Zëdhënësi antikorrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangjeli ka dalë sot në një deklaratë për mediat nga Selia Blu duke denoncuar një aferë të Bashkisë së Tiranës dhe kërkuar hetim urgjent nga SPAK. Ajo ka akuzuar kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe ish drejtoreshën e shërbimeve që lidhen me administratën studentore numër 1 Anila Shehu për abuzim me fondet publike gjatë rindërtimit të godinës numër 19 në qytetin Studenti. Vangjeli theksoi se megjithse janë paguar rreth 43 milion lekë, godina nuk është rindërtuar kurrë. Studentët treguan se përveç mohimit të drejtës për informim, lidhur me këtë rast, së pari ekzistojnë dyshime për abuzim me detyrën shtetërore, ku dëmi është i dyfisht qoftë me fondet publike, por edhe me gjurmën dhe territorin e pretenduar për të ndërtuar godina numër 19. Së dyti, godina nuk u ndërtua kurrë, vërtetuar nga fotot e marra në terren. Së treti, për këtë godinë u paguan rreth 43 milion lekë të vjetra në favor të kontraktorit i cili do të kryente ndërtimin. Aktivistët kanë kallëzuar çështjen në SPAK dhe kërkojnë hetime të plota, ndërsa Partia Demokratike kërkon hetim të menjëhershëm për këtë rast, duke cilësuar si një tjetër abuzim me paratë publike. Partia Demokratike ka denoncuar disa herë përdorimin e fatkeqësive natyrore duke abuzuar me dashje, me keq menaxhimin e ndarjen e parave publike dhe rasti më sipërm është një tjetër shembull. Në këto kushte, apelojmë SPAK të konkludojë me hetimet respektive për këtë aferë të kallëzuar nga studentët dhe dërgojë për gjykim shkelësit e ligjit dhe vjedhësit e parave të shqiptarëve. Hecime të tjera informacione, Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu ka reaguar ndaj shqetësimeve të Serbisë mbi marrëveshjen ushtarake Shqipëri-Kosovë-Kroaci, duke theksuar se ky është një bashkëpunim i natyrshëm mes tre shteteve sovrane. Ai u shpreh se Serbia ka ndjekur një politikë të distancimit nga nismat rajonale, ndaj nuk mund të ankohet për vendime ku nuk merr pjesë. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu ka reaguar ndaj shqetësimeve të ngritura nga Serbia për marrëveshjen ushtarake mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, duke cilësuar atë si një bashkëpunim sovran dhe të natyrshëm i disa aleatëve. Sipas tij, ky partneritet synon në rritjen e kapaciteteve mbrojtëse dhe për shpejtimin e integrimit të Kosovës në mekanizmat rajonal dhe euroatlantik. Si aleat, kemi një vlerësim të përbashkët mbi kërcënimet që pengojnë të ardhmen europiane në rajon, ndaj kemi vendosur të
bashkëpunojnë për të forcuar mbrojtjen tonë dhe për të mbështetur integrimin e Kosovës në mekanizmat rajonal. Thavenku, ai shtoi se Serbia, e cila ka bojkotuar nismat rajonale për 2 vite, nuk mund të pretendojë të ndikojë në konsultimet shumëpalëshe. Ministri thekson se Shqipëria nuk ka traditë të marrëveshjeve të fshehta kundër fqinjëve dhe s'është e gatshme të publikojë dokumentin e nënshkruar. Në historinë e saj, Shqipëria nuk ka precedent marrëveshjesh ose traktatesh të fshehta në dëm të fqinjëve, siç e kanë pasur shtetet e tjera, por rrjedhoi krahas kurreshtjes së ekspertëve të dramave rajonal dhe atyre që mezi presin të gjejë një vesh për të dëgjuar ankime, nuk kemi as pak problem të publikojë marrëveshjen tripalshe. Marrëveshja e firmosur me 18 mars mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës përfshin bashkëpunimin në blerjen e kapaciteteve mbrojtëse, investime në teknologjinë ushtarake, si dhe koordinim në industrinë e mbrojtjes. Po ashtu, ajo parashikon trajnime dhe bashkëpunim në edukimin ushtarak, duke i ofruar Kosovës ndihmë dhe mbështetje në rrugën e saj drejt integrimit në NATO. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Aleksandër Krashin, shoferin e betonjeres në të cilën u përplasën tragjikisht mjeti ku udhtonin 4 të rinj që fatkeqësisht humbën jetën. Për Aleksandër Krashin u caktua masa burg pa afat. Para trupës gjykuese, Krashi ka deklaruar se ka tentuar që të hapë dyert e mjetit ku ndodheshin të rinjt, po makina ka shpërthyer dhe nuk ka mundur t'i ndihmojë më tej. Është zhvilluar sot seanta gjyqësore për Aleksandër Krashin, shoferin e betonjeres që shkaktoi aksidentin tragjik ku humbën jetën 4 të rinj. Gjatë seancës, gjykata ka vendosur të lërë në mas arresti në burg Krashin, ndërsa ndaj tij janë ngritur akuza për shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimin e automjetit në mënyrë të parregullt dhe largimin nga vendi i aksidentit. Në momentin që ndodhi aksidenti, Krashi ka deklaruar se është munduar të ndihmojë të rinjt, por dera e makinës ishte e bllokuar dhe nuk mundi ta hap. Ai ka shtuar se kontaktoi një koleg të tij nga një betonjere tjetër për ta ndihmuar në shuarjen e zjarrit që kishte shpërthyer pas përplasjes. Megjithatë, kjo përpjekje e tij nuk i shpëtoi situatës tragjike. Gjithashtu, gjykata ka vendosur të lërë në mas arresti edhe Valentin Krashin, kushëririn e shoferit i cili akuzohet se ka ndihmuar për t'u larguar nga vendi i aksidentit, duke akuzuar për përkraje të autorit të krimit. Për menaxherin e firmës që drejtonte betonjerin Daniel Hoxha, gjykata ka vendosur masën e detyrimit për të paraqitur në organet përkatëse. Ky vendim u mor pas hetimeve të policisë rrugore, sipas të cilave shoferi Aleksandër Krashi nuk ishte i pajisur me lejen përkatëse të drejtimit dhe për aksidentin kishte ndaluar në Karexhat, por nuk ishte ndezur bllokazhin, duke shkaktuar kështu pasigurinë në qarkullim. Për më tepër, prokurori i çështjes ka deklaruar se betonjerja nuk ishte dokumentacionin e nevojshëm, çka ka ndikuar në përkeqësimin e situatës. Prokuroria e Fierit ka dërguar për gjykim Ilir Nukajin, i cili dhunoi brutalisht një çift të moshuarish në fshatin Povelc me 12 tetor 2022 duke shkaktuar vdekjen 80 vjeçarit Namik Rustemi. Ndaj Ilir Nukajit është ngritur akuza për plagosje të rënë me dashje. Prokuroria e Fierit ka përfunduar rrethitimet për ngjarjen e rënë të ndodhur në 12 tetor 2024 ku 2 të moshuar pronar të një dyqani u dhunuan barbarisht nga Ilir Nukaj pas refuzimit të tyre për t'i dhënë alkool. Ky sulm çoi në vdekjen e Namik Rustemit, ndërsa bashkëshortja e tij mbeti e plagosur. Sipas njoftimit zyrtar, Ilir Nukaj akuzohet për plagosje të rënë me dashje, me pasojë vdekjen e Namik Rustemit dhe për plagosje të lehtë me dashje ndaj bashkëshortes së tij. Ai ndodhet aktualisht në masën e sigurisë arrest në burg dhe çështja është dërguar në gjykim. Ngjarja ndodhi në dyqanin e Fierit, ku çifti i moshuar punonte dhe shiste produkte ushqimore e pije. Sipas dëshmitarëve, Ilir Nukaj hyri në dyqan dhe kërkoi alkool. Pas refuzimit nga pronarët, ai u bë agresiv dhe i sulmoi fizikisht. Sulmi ishte i dhunshëm dhe brutal, duke i shkaktuar të moshuarit plagë të rënda në kokë dhe trup. 80 vjeçari Namik Rustemi u transportua me urgjencë në spital, por një javë pas sulmit ai ndoroi jetë si pasojë e plagëve të marra, ndërkohë bashkëshortja e tij mbeti e lënduar, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Pas hetimeve disa mujore, prokuroria e Fierit ka finalizuar dosjen hetimore dhe ka dërguar çështjen për gjykim, duke kërkuar ndëshkimin e autorit të dyshuar. Pritet që gjykata të shqyrtojë provat dhe të marrë një vendim për këtë krim të rënd që ka tronditur komunitetin. Ngjarja ka ngjallur reagime të forta në opinionin publik dhe ka ngritur sërish shqetësime mbi sigurinë e qytetarëve, veçanërisht të moshës së tretë, që shpesh bëhen viktima të dhunës dhe grabitjeve. Tashmë pritet që gjykata të vendosë për fatin e autorit, ndërsa familjarët dhe komuniteti kërkojnë drejtësi për viktimat. Eci me të tjera informacione do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni.
Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është kthyer sërish në Hag pas një vizite të shkurtër në vendlindje. Familjarët e tij e vizituan në ambientet e Euleksit përpara nisjes, ndërsa të rit shprehen mbështetjen e tyre me pankarta. Thaçi qëndroi në buroj, ku bëri omazhe tek vari i babait dhe u takua me familjen. Ai nuk mori leje nga gjykata speciale për të marrë pjesë në varrimin e babait me 18 mars. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është nisur sërish drejt Hagës pasi përfundoi një vizitë të shkurtër në Kosovë. Para se të largohej, u vizitua nga familjarët e ambientet e Euleksit, ndërsa grupe të rinj qëndruan jashtë me pankarta në shenjë mbështetje për të. Vllai i tij, Gani Thaçi, deklaroi shkurtimisht për media se ish-presidenti është mirë me shëndet, por se komunikimi me të është u kufizuar për shkak të rregullave të vendosura nga autoritetet e Hagës. Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, Hashim Thaçi vizitoi vendlindjen e tij në buroj të Skënderajt. Ai bëri omazhe tek varri i babait dhe qëndroi për disa orë në shtëpinë e tij, ku u takua me nënën dhe bashkëshorten. Gjykata speciale nuk i dha leje të merrte pjesë në varrimin e babait të tij më 18 mars, duke e kufizuar vetëm në një vizitë pas ceremonisë. Thaçi vazhdon të përballet me një proces të gjatë gjyqësor në Hag, ku akuzohet për krime të pretenduara të luftës. Seanca gjyqësore ndaj tij dhe ish drejtuesve të UÇK-s mbetet një nga çështjet më të diskutuara në Kosovë dhe më gjerë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar ndaj pretendimeve të Serbisë për marrëveshjen e mbrojtjes me Shqipërinë dhe Kroacinë, duke i quajtur ato gënjeshtra dhe manipulime. Ajo theksoi se Serbia dhe Rusia tentojnë të paraqiten si viktima pavarësisht historisë së tyre të sulmeve dhe luftimeve. Sipas Osmanit, marrëveshja synon në rritjen e kapaciteteve mbrojtëse të vendeve që firmosën dhe nuk përbën kërcënim për askënd. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kundërshtuar me forcë reagimet e Serbisë ndaj memorandumit të mbrojtjes së nënshkruar mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, duke cilësuar ato si dezinformime dhe përpjekje për viktimizim të rrem. Gjatë një deklarate për media të premten, Osmani tha se Serbia po përdor të njëjtën taktikë që ka ndjekur gjithmonë, duke paraqitur veten si viktimë për të justifikuar politikat e saj destabilizuese në rajon. Serbia po gënjen ashtu siç ka bërë gjithmonë. Marrëveshja jo nuk është kërcënim për askënd, por synon të forcojë mbrojtje dhe bashkëpunim mes tre shteteve o sovrane, u shpreh ajo. Osmani e quajti qesharake pretendimin e Serbisë se kjo marrëveshje shkelje traktat të vitit 1996, duke shtuar se Beogradi dhe Moska vazhdojnë të përdorin taktika propagandistike për të shtrembruar faktet. Në historinë e ekzistimit të kombit ton, shqiptarët dhe Kosova nuk kanë sulmuar askënd, përkundrazi kemi qenë gjithmonë të detyruar të mbrohemi nga agresionet serbe, theksoi ajo. Marrëveshja mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë ka si qëllim rritjen e kapaciteteve të mbrojtjes dhe forcimin e bashkëpunimit ushtarak mes palëve, duke përfshirë trajnime dhe investime në teknologji të mbrojtjes. Osmani përfundoi duke thënë se kjo është një nismë e natyrshme midis aleatëve rajonal dhe nuk duhet të shihet si kërcënim nga askush. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Sulmet izraelite të së martës në Gaza shkaktuan qindra viktima palestineze duke rrezikuar pushimin arritur në janar me Hamasin. Kryeministri Netanyahu zgjodhi që të mbështesë partnerët e tij të ekstremit të djathtë në qeveri duke braktisur marrëveshjen, ndërsa SBA-ja përkrau këtë vendim. Hamasi e mohon përgatitjen e sulmeve dhe kërkon rikthimin e negociatave për një armpushim të qëndrueshëm, por e ardhmja e bisedimeve mbetet e pasigurt. Izraeli rifilloi sulmet e tij ajrore në Gazë të martën duke vrarë qindra palestinezë dhe duke e çuar në kolaps armëpushimin e arritur në janar me Hamasin. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu vendosi të mbështesë partnerët e tij të ekstremit të djathtë në qeveri, të cilët kërkojnë vazhdimin e luftës dhe shkatrimin e Hamasit, pavarësisht presionit nga familjet izraelite që kërkojnë lirimin e pengjeve. Administrata amerikane, presidenti Donald Trump, mbështeti vendimin e Netanyahut për të prishur armëpushimin, duke vajsuar Hamasin për rifillimin e luftimeve. Sipas Izraelit dhe SBA-s, Hamasi ka refuzuar të lirojë më shumë pengje pa garanci për përfundimin e luftës, ndonse kjo kërkesë nuk ishte pjesë e marrëveshjes fillestare të armëpushimit. Ndërkohë, Hamasi nuk ka reaguar ende ushtarakisht ndaj sulmeve, por ka shpenzuar javë të tëra duke kërkuar negociata serioze për fazën e dytë të marrëveshjes, e cila përfshin lirimin e pengjeve të mbetura në këmbim të përgosur e palestinez, tërheqjen e plotë të Izraelit nga Gaza dhe një armëpushim të qëndrueshëm. Bisedimet për këtë marrëveshje kishin planifikuar të nisin në fillim të shkurtit, por tani e ardhmja e tyre mbetet e pasigurt, ndërsa lufta në Gaza rrezikon të përshkallëzohet më tej.
Për të tretën natë radha zimira protestues dolën në rrugët e Stambollit për të kundërshtuar arrestimin e kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu. Përleshjet midis demonstruesve dhe policisë u përhapën në shumë qytete të Turqisë, ndërsa opozita e cilëson këtë si një krushteti. Një pjesë e madhe e Stambollit është kthyer në arenë protestash për të tretën natë radhazi me mijëra qytetarë që kundërshtojnë arrestimin e kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu. Pavarësisht urdhrave për mbylljen e rrugëve kryesore, mijëra protestues u mblodhën pranë ndërtesës së bashkisë duke përplasur me forcat e policisë. Sipas autoriteteve, të paktën 16 policia plagosur, ndërsa janë arrestuar 53 protestues. Policia përdori sprej me piper dhe ujë me presion për të shpërndar turmat që kërkonin të marshonin drejt qeshit Taksim, i cili përruhet rreptësisht nga forcat e sigurisë. Protestat e ngjashme shpërthyen në qytete të tjera si Izmiri dhe Ankaraja, ku policia ndërhyri makinat ujëhellëse për të shpërndarë demonstruesit. Opozita raportoi se mbi 300.000 njerëz morën pjesë në protesta dhe u bëri thirrje qytetarëve që dalin sërish në rrugë, pavarësisht paralajmërimeve të presidentit Erdogan. Demonstratat të organizuara kryesisht nga studentët po shkojnë për të mbështetjes për İmamoğlu'n, duke përfshirë dhe thirrje për dorëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Opozita ka paralajmëruar për shkallëzim të protestave, veçanërisht në fundjavë, ku pritet vendimi gjyqësor për arrestimin zyrtar të İmamoğlu's. Kryebashkiaku 54 vjeçar përballet me akuza për korrupsion dhe ndihmë të një grupi terrorist, të cilët ai ka mohuar duke cilësuar se të motivuara politikisht. Deri tani mbi 100 zyrtarë të Partisë Republikane Popullore janë arrestuar, ndërsa kjo parti ka quajtur situatën një shteti. Protestat janë përhapur në të paktën 32 nga 81 provincat e Turqisë, ndërsa analistët spekulojnë se Erdogan mund të kërkojë zgjedhje të parakohshme për të anashkaluar kufizimet e mandatit presidencial me votimet e planifikuara aktualisht për vitin 2028. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara janë pra një marrëveshje për ampushim midis Ukrainës dhe Rusisë. Ai tha se bisedimet po ecin drejt një traktati për ndarjen e territoreve, por nuk dha shumë detaje. Trump theksoi se prioriteti i tij është ndalimi i luftimeve dhe kursimi i fondeve amerikane për ndihmën ushtarake ndaj Ukrainës. Presidenti amerikan Donald Trump bëri një deklaratë të fortë duke sugjeruar se Shtetet e Bashkuara janë pranë finalizimit të një marrëveshje armëpushimi midis Kievit dhe Moskës. Duke folur nga zyra ovale, Trump u shpreh se beson që kufit e marrëveshjes tashmë janë përcaktuar dhe se një traktat për ndarjen e territoreve po negociohet. Megjithatë, ai nuk dha detaje të qarta se cilat rajone mund të përfshihen në këtë marrëveshje dhe si do të zbatohet ajo. Trump theksoi se synimi kryesor i SBA-s është ndalimi i luftimeve dhe ruajtja e stabilitetit, ndërsa një faktor tjetër kyç është edhe zvogëlimi i fondeve amerikane të shpenzuara për ndihmën ushtarake ndaj Ukrainës. Po kërkojmë një zgjidhje që të ndalojë gjakderdhjen dhe të kursejë miliardë dollar të taksapaguesve amerikan, tha ai. Megjithëse Trump ka përmendur dhe më parë vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Rusisë, ai nuk dha asnjë koment kur u pyet nga gazetarët për këtë çështje. Në të njëjtën kohë, Ukraina ka kërkuar që në negociatat për paqe të përfshihet edhe Bashkimi Evropian, një kërkesë që deri tani është përfillur nga Shtëpia e Bardhë. Ende mbetet e paqartë se si do të zhvillohen më tej negociatat dhe cili do të jetë pozicioni përfundimtar i palëve të përfshira në konflikt. Të nderuar teleshikuesët, jemi me parashikimin e motit. Drejtori shqiptar për datën 23 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond. Çka do të bëjë të krijojë ndërgëzime 2 deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 9 deri në 17 gradë, Peshkopi 8 deri në 11 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 17 gradë, Durrës 9 deri në 17 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 18 gradë, Elbasan 9 deri në 16 gradë, Berat 11 deri në 16 gradë Celsius, Korç 6 deri në 15 gradë, Vlorë 10 deri në 16 gradë Celsius, Gjirokastër 6
deri në 9 gradë. Sarand, 9 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 23 mars 2025 parashikohet të përshkohet e një moti qëndrueshëm. E gjithë ditën do të mbushur me vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 17 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 14 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic, 6 deri në 14 gradë Celsius, Podujev, 6 deri në 14 gradë, Skënderaj, 6 deri në 15 gradë Celsius, Pej, 7 deri në 15 gradë, Prishtinë, 7 deri në 13 gradë, Gjakov, 6 deri në 16 gradë Celsius, Malishev, 7 deri në 15 gradë, Gjilan, 4 deri në 14 gradë, Perizaj, 6 deri në 15 gradë Celsius, Kaçanik, 6 deri në 13 gradë, Suharek, 8 deri në 16 gradë Celsius, Prizren, 8 deri në 17 gradë. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takojmë në edicione të tjera. Miru takofshim.